Andrea Agostinelli nuk është më trajneri i Flamurtarit. Humbja përballë Pogradecit e regjistruar të mërkurën në Vlorë në shifra të 2-1 ka qenë fatale për trajnerin italian, i cili menjëherë pas përfundimit të takimit është shkarkuar nga drejtuesit e klubit. Njoftimi zyrtar ka ardhur më pas edhe në faqen e klubit Flamurtari, ku është bërë me dije se Andrea Agostinelli nuk do të jetë më trajneri i Flamurtarit. Flamurtari dhe trajneri kanë shkëputur bashkëpunimin me marrëveshjen. Falenderojmë trajnerin Andrea Agostinelli dhe stafin për punën e përkushtuar deri më tashmë, thuhet në faqen zyrtare të klubit të futbollit Flamurtari. Veç trajnerit italian, duket se nga drejtimi i skuadrës janë larguar edhe pjesëtarët e tjerë të stafit, teksa tashmë është mësuar edhe emri i ri që do të drejtojë Flamurtarin për 4 ndeshjet e mbetura deri në përfundim të sezonit. Ai do të jetë Artim Pollozhani, i cili gjatë këtij sezoni ka mbajtur edhe postin e trajnerit të Ballkanit në Kosovë, ndërsa më parë ka qenë edhe ish lojtari i Flamurtarit, por edhe drejtor sportiv i klubit vlonjat. Pollozhani pritet të nisë tashmë menjëherë punën në drejtim të klubit të Flamurtarit për të përgatitur ndeshjen e radhës e cila do të luhet ditën e diel në transfer të nevështirë ndaj Burelit. Andrea Agostinelli erdhi me pretendime shumë të mëdha për ta nxjerrë ekipin kampion, ndërkohë që lë tashmë në vendin e dytë të renditjes në kategorinë e parë, posti i cili gjithsesi të dërgon në Super League për sezonin tjetër.